Albin Kurti dhe Bedri Hamza ka nisur një lloj parafrimi politik. Spaku në publik, Kurti e Hamza e kanë një gjysmë flirti. Mbram pas konventës së PDK-s, Hamza, si kryetar Jahuçi, krejt vijat e kuqe për koalicion vetëvendosjes. Në të vërtetë Bedriu personalisht kur s'ka pasur vijat kuqe ndaj vetëvendosjes. Si do të qoftë në mëngjes, këtij sinjalit Hamzës ja ktheu me të mirë edhe Albin Kurti. Dorën e shtrirë të Hamzës nuk e lan ajër Albin Kurti. Në Facebook Kurti e uroi Hamzën për zgjedhjen si kryetari i PDK-s. Një urim pa precedent, me një mesazh tepër interesant. Për shembull, Kurti nuk e ka uruar Lomir Abdigjikun për zgjedhjen si kryetari i LDK-s me 2023. Është një vendim i ri, pa traditë të mëparshme në universin politik të Kurtit. Këto dy hapat e fundit kanë ngjallur kurreshtje dhe normalisht edhe spekulime për një koalicion të mundshëm mes vetëvendosjes dhe PDK-s pas zgjedhjeve të ardhshme. Një fjali e fundit në status e rrit edhe më shumë këtë supozim. Në fjalinë e fundit Kurti u zotua se do të vazhdojë bashkëpunimin korrekt në përputhje me vullnetin qytetar dhe përgjegjësitë që i kërkon shërbimi ndaj Republikës. Bashkëpunimi korrekt, vullneti qytetar dhe Republika mendoj që janë përzgjedh me kujdes nga Kurti. Këto janë disa terme të mëdha, disa fjalë që shpesh janë përdorur për me arsyetuar secilin koalicion të panatyrshëm. Pikërisht koncepte të tilla, shpesh abstrakte, lehtësisht të manipulueshme përmes një interpretimi, janë shfrytzuar për me shtruar rrugën drejt koalicioneve të panatyrshme. Veç kthehuni kokën pak në të kaluarën, edhe kujtojeni çysh e ka arsyetuar për shembull Isa Mustafa koalicionin me PDK-n e Hashimthaqit, edhe i gjeni pak a shumë të njëjtat koncepte. Pra, dilema jeme sot është nëse këto dy zhvillime janë hapa ad hoc apo pjesë e një strategjie për të zbutur qëndrimet mes vetëvendosjes dhe PDK-s. A është veç punë mirësjellje minimale politike apo parapërgatitje për një koalicion paszgjedhor mes vetëvendosjes dhe PDK-s? Sot s'ka ndonjë përgjigje definitive, ama urimi i Albin Kurtit dhe heqja e vijave të kuqe nga Bedri Hamza munden me ndihmu në depolarizimin politik e shoqëror në Kosovë, i cili dorë në zemër është shumë i nevojshëm.